Era e ftohtë e mëngjesit I godiste fytyrën teksa Alesia u ngjit në përkodrën e butë ku ndodhej Vila. Ishte dita e saj e tretë në punë dhe ende nuk ishte mësuar me madhështinë e shtëpisë që pastronte. Vila ishte ngritur me spishave shumëvjeçare, me xhama të mëdhenj nga ku dukej deti dhe një qetësi që të dukej e pamundur të ishte e vërtet. Ajo mbante çantën e veglave të punës dhe ndërkohë që hite syt rreth e rrotull, e ndjente veten shumë larg prej jetës së saj të zakonshme në lagjen e thjesht diku në periferit të qytetit. Kishte punuar si kamarjere, si shitse, si ndihmëse kuzhine. Por kjo punë e re ishte ndryshe. Paguheshe mirë, oraret ishin të rregullta dhe askush nuk e bezdiste. Vila ishte pothuajse gjithmonë bosh, sepse I zoti I saj ishte një burr I pasur që jetonte jashtë Shqipërisë dhe vinte vetëm her pas here. Alesia nuk e kishte parë kurrë personalisht. E dinte vetëm emrin, Arben Kraja, një biznesmen me aktivitet në Gjermani. Sipas menaxheres së Vilës, ai vinte në Shqipëri vetëm për disa ditë çdo 3-4 muaj. Kaq dinte. Dhe kjo I mjaftonte. Por sot gjithçka do të ndryshonte. Vila ishte e qetë kur hyri brenda. Alesia vuri dorezat, hoqi gjupin e vjetër dhe nisi punën. Ndërsa fshinte pluhurin e holl mbi pianon e zezë në sallon, vuri re një fotografi të mbështetur pas murit të librarisë së madhe prej druri. Nuk ishte vendosur ende në kornizë. Ishte si e harruar aty. E mori në dorë. Në foto ishte një grua e re, e bukur, buzëqeshur. Një fytyrë që Alesia njihte. Jo nga kujtimet e qarta, por nga një copëz imazhi të aratisur nga fëmijëria. Një kujtim mjegull. Një grua që I ngjante aq shumë nënës së saj në një moshë të re. Alesia ngriti vetullat. Sytë e saj ngelën të ngulitur të ajo foto për disa sekonda të gjata. Nuk mundi të ndalonte veten. Mori celularin nga xhepi dhe hapi albumin e fotove të vjetra që ruante nga ëma. Vendosi foton e nënës ngjitur me atë të gruas në kornizë. Ngjashmëria ishte e frikshme. E njëjta formë e fytyrës, e njëjta mënyrë e qeshjes së qetë, e njëjta nuancë e syve. Jo, nuk mund të jetë, përshpëriti. Ajo e dinte që nëna e saj kishte punuar dikur si pastruese në një vilë të pasur para se të martohej me burrin që Alesia njihte si babain e saj. Por ajo vili ishte në një tjetër qytet, dhe nëna nuk kishte folur kurrë shumë për atë kohë. Vetëm kishte thënë se ishte lodhje, punë e vështirë dhe se u largua pasi u martua. Alesia vuri foton në vend dhe u mundua t'i kthehej punës. Por kishte një ndjesi të çuditshme në stomak. Ajo foto I ndezi diçka. Një parandjenje që I trazonte frymëmarrjen. Një të vërtetë që e thërriste nga thellësia. Kur mbaroi sallonin, u ngjit lart për të pastruar dhomën kryesore të gjumit. Ishte dhoma ku flinte I zoti I shtëpisë sa herë vinte në Shqipëri. Alesia nuk kishte hyrë më herët aty, sepse menaxherja I kishte thënë të mos e prekte atë dhomë pa paralajmërim. Por sot menaxherja I kishte dërguar një mesazh të shkurtër. Pronari vjen vonë sonte. Bëje gati dhomën. Alesia hapi derën. Dhoma ishte e madhe, elegante, me perde të rënda dhe mobilje prej drurit të errët. Por ajo që e tërhoqi vëmendjen ishte komoda e vendosur në anën e majtë, plot me dokumente, letra dhe disa albume të vjetër fotografish. Ajo nuk kishte ndërmend të shkelte privatësinë e askujt. Por teksa fshinte komodën nga pluhurat, një letër e palosur ra në tokë. Alesia u përkulta merte dhe syti u hapën nga habia. Rezultati I testit të atësisë konfidenciale. Poshtë, emri I fëmijës, Alesia Hoxha. Emri I mundshëm I atit, Arben Kraja. Ajo ngriti dorën për të mbuluar gojen. Ul në shtrat sepse këmbët ju drodhen. Zemra I rihte aq fort sa nuk dëgjonte më asgjë tjetër. Pse është emri im këtu? Përshpëriti. E lexoi përsëri. Nuk gabonte. Ishte emri I saj. Data e saj e lindjes. Emri I nënës së saj. Ajo e ngjeshi letrën me dorë dhe ndjeu sikur po I vinte të fikët. Kush ishte Arben Kraja për të? Pse kishte bërë test atësie? A e dinte ai që ajo punonte në këtë vilë? Apo thjesht rastësi e çuditshme? Dhe më e rëndësishmja, a ishte ky burr, pronari I vilës së pasur, njeriu që ajo nuk e kishte parë kurrë, babai I saj biologjik? Alesia ndjeu se duart I dridheshin pa pushim. Për disa minuta nuk mundi as të ngrihej. Ajo e la letrën aty ku kishte rënë, mbylli syt dhe u përpoq të merrte frymthell. Por sapo hapi syt pa diçka tjetër në komod. Një album të vjetër gri. Në kapak, me germa të vogla të arta shkruhej: Vitet e harruara. Diçka brenda saj u thye. Zgjati dorën pa e menduar 2 herë.
Albumi përmbante fotografi të viteve 90, pamje pranverore, festa familjare, foto të Arben Krajës më të ri, i veshur thjesht, pa luksin që kishte sot. Por në faqen e 5 zemra e Alesia Sundal. Ishte nëna e saj, e re, e qeshur, duke qëndruar pranë të njëjtit burr që ishte pronari i vilës. Në foto qëndronin shumë afër njëri tjetrit, shumë më afër se sa një punëdhënës dhe një punëtore. Në disa foto shiheshin të kapur për dore, në të tjera duke buzëqeshur me sy që shkëlqenin si dy njerëz të dashuruar. Alesia si zbritën lotët pa e kuptuar. Nëna e saj kishte fshehur një histori të tërë dashurie, një marrëdhënie që ajo nuk e kishte përmendur kurrë. Asnjë fjalë, asnjë kujtim. Ishte zhdukur nga jeta e këtij burri papritur. Dhe qartazi, ky burr e kishte kërkuar të vërtetën për fëmijën që ajo kishte lindur. Për të, zbriti poshtë si e hutuar. Nuk e dinte nëse duhet të ikte apo të qëndronte, por ndjesia e fortë brenda vetes i thoshte se duhet të qëndronte. Se e vërteta nuk duhej braktisur sot. Ishte ora 20:17 kur dera kryesore u hap. Alesia ngriti kokën. Qëndroi në mes të korridorit. Burri hyri me hapa të ngadalta, i lodhur me një valixhe të vogël dore. Flokët e tij ishin pak të thinjur në tëmtha, por ai mbante ende një pamje autoritare, elegante. E shikoi fillimisht pa e njohur, pastaj ngriti vetullat sikur diçka e goditi mendjen. Ti duhet të jesh pastruesja e re, apo jo? I tha me zë të ulët. Alesia nuk foli, nuk mundej. Ai hodhi gjupin në varse, e shikoi edhe një herë dhe syt ju ngelën mbi tiparet e saj. Ishte sikur fytyra e saj e hutoi, sikur diçka e njohur i shpërtheu në kujtesë. Ai u ngrir. Si quhesh? Pyeti me një zë që ndryshoi papritur. Alesia mori frymë thellë. Alesia Hoxha. Burri ju afrua ngadalë. Fytyra e tij u zbe. Hoxha përsëriti ngadalë. Sa vjeç je? Ajo nuk i hoqi syt. 23. Ai kapi karrigen e afërt sikur e humbi balancën. Ul. E shikoi gjatë me një tronditje të thellë që nuk e fshihte dot. Alesia më thuaj emri nënës tënde është Arta. Ajo ndjeu sikur zemra ju shpoi nga brenda. Po. Dhoma u mbush me heshtje. Heshtja më e rëndë që kishte dëgjuar ndonjëherë. E vetmja gjë që dëgjohej ishte rrahja e zemrës së saj. Arben Kraja e ngriti kokën. Syti ishin bërë të lagësht. Zot, përshpëriti ai. Alesia, nëse ajo që mendoj është e vërtet. Ai u ngrit ngadalë dhe ju afrua. Atëherë ti mund të jesh vajza ime. Alesia nisi të dridhej e gjitha, por ai nuk e preku. Thjesht qëndroi para saj, i brisht, i thyer, i goditur nga e vërteta që kishte kërkuar për më shumë se 2 dekada. Më fal, tha me zë të thyer. Nëse kjo është e vërtet, kam humbur 23 vite të jetës suaj. Alesia hodhi një hap prapa. Lotët i rrëshitën në faqe. Unë nuk di çfarë të besoj. Ajo u kthye dhe doli me vrap nga korridori, duke lënë pas një burr që për herë të parë në jetë duke i vogël, i pafuqishëm, i shkatëruar nga e shkuara e vet. Dera e vilës u mbyll pas saj me një klik të mprehtë, dhe kështu filloi gjithçka. Alesia zbriti me vrap shkallët e vilës dhe doli në ajrin e ftohtë të natës. Frymëmarrja i dridhej dhe mendja ishte mbushur me një stuhi që nuk dinte si ta ndalte. Drita e verandës ndizej e fikej sipas sensorit të lëvizjes, ndërsa ajo ecte si e hutuar drejt portës. Nuk arriti larg. Alesia. Zëri i Arbenit i rapas, i ngrohtë, i thyer, i ngatëruar. Ajo u ndal vetëm sepse nuk kishin më rrugë. Porta e hekur të vilës ishte mbyllur automatikisht dhe Çelsin e kishte lënë brenda, në tavolinën e korridorit. Arbeni mbërriti ngadalë pas saj. Nuk e preku. Vetëm qëndroi 1 metër larg, si njeri që druhet të afrohet shumë mos e thyen edhe më tej. Të lutem më dëgjo vetëm 5 minuta, tha ai. Alesia fshiu lotët me dorë. Unë nuk dua të dëgjoj asgjë. Unë kam një baba. Kam jetuar 23 vite duke menduar se e dija kush është familja ime. Nuk po them se s'ke baba, u përgjigja Arbeni. Po them se ndoshta e vërteta është më komplikuar se kaq. Ajo ngriti kokën e lagur nga lotët. Pse e bër testin? Pse e kërkove emrin tim? Pyeti me një zë që i dridhej si fëmijë. Pse tani? Arbeni u mbështet lehtë pas portës, si njeri që nuk mund të qëndronte më në këmbë. Sepse nëna jote. Arta ishte dashuria ime e vërtet, tha ai, duke e thënë si të hiqte një guralet që i kishte qëndruar në fyt 20 vjet. Ajo punonte tek unë si ti.
Ishte e zgjuar e thjesht e ndershme dhe unë isha i ri, i marr, i pambrojtur ndaj ndjenjave. Sytë e Alesias u hapën. Ti kishe një lidhje me nënën time. Ai pohoi ngadalë. Po, një lidhje që ajo e mbajti të fshehtë nga të gjithë. Kur mori vesh që ishte shtatzën, u largua pa më thënë gjë. Sa mora vesh, erdha ta kërkoja. E gjeta vetëm një letër të vogël ku shkruhej: "Të lutem mos më kërko. Kjo është e vetmja mënyrë të të ruaj." Ai mori frym thellë, si të përballonte dhimbjen që vinte e vjetër, e pashëruar. Dhe unë e kërkova, edhe pasi ajo u zhdu, edhe pasi ajo u martua, edhe pasi lindi ty. Alesia uli kokën. Fjalët e tij i bënin plag, por në të njëjtën kohë i ndizni një dritë të errët brenda vetes. Dhe kur mësova emrin tënd, vazhdoi ai, kur pash datën tënde të lindjes, gjithçka më tregoi se mund të ishe vajza ime. Por nuk kisha asnjë provë, vetëm dyshime. Dhe vetmja gjë që munda të bëja ishte të kërkoja një test atësie. Pa e ditur se ku je, kush je, apo nëse do të më njihe ndonjëherë. Ai u uli shikimin. E lash testin në sirtar, sepse nuk isha i sigurt nëse do të doja dikur ta dija të vërtetën. Ishte shumë vonë. Mendoja se ishte egoiste të futesha në jetën tënde pas kaq shumë vitesh. Alesia shtërngoi çantën e saj. Dhe tani që më perastësisht mendon se mund të hysh në jetën time. Arbeni tundoi kokën. Jo pa dëshirën tënde. Jo pa të vërtetën tënde. Ai bëri një hap drejt saj, por me shumë kujdes. Alesia, ti e gjete testin, apo jo? Ajo heshti. Nuk mundi të thoshte po me zë, por heshtja e saj ishte më shumë se përgjigje. Të lutem, zëri i tij u bë një përshpërim e butë. Më lejo të bëjmë testin bashkë. Të marrim një përgjigje. Nëse nuk jam, atëherë unë largohem përgjithmonë. Por nëse jam, ai u ndal për një çast, sikur fjala baba i ngecte në gryk pas kaq shumë vitesh. Atëherë dua të kompensoj gjithçka që s'kam bërë dot kurrë. Alesia ngriti syt. Sytë e tyre u takuan për një çast të gjatë, dhe ajo pa në të njëjtën fytyrë të huaj një dhimbje të thellë, një pendim të sinqert, një frikë të madhe. Një baba i mundshëm që trembej nga vajza e tij. Ajo nuk tha asgjë, vetëm e kaloi portën sapo Arbeni e hapi, doli në rrugë dhe filloi të ecte. Ai nuk e ndoqi, nuk bëri asnjë hap pas saj, vetëm qëndroi në derë, një siluetë e vetmuar, derisa ajo u zhduk me sersirës. Atë natë Alesia nuk fjeti. U shtri në shtrat, mbuluar me një batanie të hollë, duke parë tavanin që nuk i zbardhej asnjë mendim. Gati çdo 10 minuta, merrte telefonin dhe shikonte foton e nënës së saj. Pse nuk i kishte treguar? Pse kishte ikur? Pse e kishte rritur me një sekret kaq të rënd? A ishte babai që kishte dashur gjithmonë t'i njihte? Apo ishte njeriu që kishte braktisur nënën e saj? Mira pyetje pa përgjigje. Në orën 4 të mëngjesit, ajo u ngrit dhe uli kokën mes duarve. Duhet ta di, përshpëriti. S'dua të jetoj në errësirë. Vendosi një alarm për të nesërmen, dhe mori vendimin. Të nesërmen në orën 10:12, Alesia qëndronte përpara portës së vilës. Po i dridheshin duart, por ishte aty. Porta u hap dhe pasaj u shfaq Arbeni. Ai dukej sikur nuk kishte fjetur, me sy të fryrë, me fytyrë të shuar, por me një shikim plot shpresë të frikshme. Ti erdhe, tha ai me një zë që ju thye pak. Ajo mori frym thellë. Dua të di të vërtetën. Të plot, i tha ftohtë. Dua të bëjmë testin. Dhe pastaj dua të më tregosh gjithçka për nënën time. Ai u step për një çast, pastaj hapi portën plotësisht. Hyr, do të tregoj çdo gjë. Alesia hyri brenda. Sot, për herë të parë, ajo nuk ishte thjesht pastruesja e një vile të huaj. Sot, ajo po hynte në një të kaluar që i përkiste asaj. Dhe kjo ishte vetëm fillimi. Alesia hyri brenda viles me hapa të ngadalt, të paqëndrueshëm, sikur çdo centimetër i dyshemes mbante kujtime që ajo nuk i njihte. Arbeni e mbylli derën pas tyre me qetësi, duke i lënë hapësirë, si të mos e shtynte drejt asaj që po vinte. Sot nuk ishin as punëdhënës se pastruese, as dy të huaj. Sot ishin 2 jetë të ndara nga një sekret. Ulu, i tha i lehtë, duke treguar një divan në dhomën e ndenjes. Alesia ul ngurt, ndërsa ai qëndroi përballë, në këmbë për disa sekonda, sikur kërkonte forcën ta fillonte. Para se të flasim për testin, dua të tregoj të vërtetën për nënën tënde, dhe për mua, tha më në fund. Alesia u mbështet pas divanit, gati të merrte frym. Arta erdhi të punonte këtu 24 vite më parë, nisi ai. Ishte e brisht, por e fortë.
Kishte sy të qeshur, por shpirt të lodhur. Nuk I pëlqente që punonte këtu, por kishte nevojë për lek. Familja e saj ishte shumë e varfër. Këtu ai ul ngadalë përballë Alesias. Unë rash në dashuri me të menjëherë. Ajo jo, të paktën jo menjëherë. Ishte e kujdesshme, e ndrojtur, por më pas u afruam. U lidhëm. Për një vit të tërë, ajo ishte gjithçka për mua. Alesia ndjeu zemrën t'i rrihte fort. Po çfarë ndodhi? Pyeti ajo ngadalë. Arbeni uli kokën. Më thirrën të shkoja në Gjermani. Kisha një mundësi biznesi që mund të ndryshonte jetën time. I thash se do kthehesha pas 3 javësh. Por jetoj 3 muaj. 3 muaj pas një kontakt nga ana ime. Sepse problemi që shkova të zgjidhja u bë edhe më I madh. E humba telefonin tim të vjetër. Dhe kur u ktheva në Shqipëri, ajo kishte ikur. Zëri I tij u bë I rënd. Kishte lënë vetëm një letër. Aty thoshte se ishte shtatzën. Se kishte frikë. Se nuk donte të më pengonte mua. Dhe se nuk do të kthehej më. Alesia ngriti dorën te goja, e tronditur. Dhe ti? E kërkova 2 vite rresht. U përpoqa të gjeja ku kishte shkuar. Pastaj mësova se ajo ishte martuar me një burr tjetër. Dhe kishte një vajzë të vogël me të. Një vajzë me emrin tënd. Ai ngriti syt drejt saj, të lëngshëm. Atëherë u thye gjithçka te unë. Nuk dija më çfarë të bëja. Nëse do t'i shfaqesha, do I shkatëroja jetën. Nëse do kërkoja ty, do krijoja një plagë që as ti, as ai burr nuk e meritonit. Alesia përpëlpiti syt. Babai që më rriti, ai nuk e dinte asgjë. Ndoshta jo, u përgjigja Arbeni me një pshërtim. Ndoshta nëna jote I tha se ishe e tija. Ose ndoshta ai pranoi të rriste pa pyetur shumë. Ndoshta vetëm nëna jote e dinte të vërtetën. Ajo ka vdekur, tha Alesia me zë të ulët, I dridhur. Nuk kam si ta pyes. Arbeni ngriti dorën të tmerruar. Më vjen shumë keq, Alesia. Nuk e dija. Ajo uli syt dhe një heshtje e rëndë zbriti midis tyre. Derisa Arbeni u ngrit. Tani testi. Nëse je gati, mund ta bëjmë sot. Alesia mori frym thellë. Gjithçka brenda saj ishte pështjelluar. Dhimbje, shpresë, ankth, zemërim. Por një gjë ishte më e fortë se gjithçka. E vërteta. Po, tha ajo. Le ta bëjmë. Spitali privat ishte I qetë, thuajse bosh, kur arritën. Testi u krye shpejt, pa shumë pyetje. Vetëm 2 mostra, një formular dhe një nënshkrim. Mjekja tha se rezultatet do dilnin pas 3 ditësh. Kur dolën jashtë, ajri ishte I rënd, gri, sikur edhe qielli priste të dinte çfarë do ndodhte. Do të dërgoj unë rezultatin, tha Arbeni. Ose mund të vish dhe ta marrim bashk. Alesia e pa drejt. Nuk e dinte ç'duhej të përgjigjej. Nuk ishte as e gatshme të gjithë këtë ndante me të, dhe as e aftë të rokte e vetme. Ndoshta, tha ajo me zë të vakët. Do të vi. Ai buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje e vogël, e lodhur, e mbushur me dhimbje. Do të jem këtu. Parëndësiq do t'rregoj testi. Do të jem. 3 ditë që pasuan ishin tortur për Alesian. Nuk flinte. Nuk hante. Çdo orë dukej si një vit. Kishte frikë nga e vërteta, por kishte edhe më shumë frikë nga pasiguria. Natën e tretë, rreth orës 21:00, telefoni I saj ra. Një mesazh. Rezultatet kanë dalë. Nëse do, hajde te vila. Kraja. Alesia e mbajti telefonin në dorë për disa minuta, pa lëvizur. Pastaj u vesh, doli nga shtëpia dhe mori rrugën drejt Kodrës. Dera e vilës ishte e hapur gjysmë. Ajo hyri me hapa të qetë, ndërsa zemra e rrihte aq fort sa mendonte se e dëgjonte edhe ai. Arbeni ishte në sallon, I ulur. Në tavolinë kishte një zarf të bardhë. Sytë e tij u ngritën ngadalë kur ajo hyri. Je gati? E pyeti. Alesia u ndal përballë tij. Nuk u ul. Po. Hapi. Arbeni mori zarfin me duar që I dridheshin. E preu buzën e tij lehtë. Nxori një faqe të ndarë në kolona. Ai mbylli syt vetëm për një sekond. Dhe e lexoi. Fytyra e tij ndryshoi. Ngriu. Pastaj u butësua. Pastaj u thye. Ai ngriti syt tek Alesia të lagur. Alesia rezultati tregon. Ajo e ndërpreu duke u dridhur. Thuaje. Arbeni mori frym thellë. Se unë jam babai yt biologjik. Alesia ndjeu tokën t'i zhdukej poshtë. E gjithë bota u rrotullua për një çast. Kishte dashur të dinte të vërtetën. Por asgjë nuk të përgatiste për një të vërtetë që të ndryshon identitetin. Arbeni u ngrit ngadalë.
Ti je vajza ime. Ai zgjati dorën si kur të kishte frikë ta prekte. Më fal për gjithçka që nuk kam bërë, për gjithçka që humba, për vitet që s'kam qenë aty. Ti s'ke qenë faji im, por dhimbja ime më e madhe. Alesia kishte dy mundësi: të ikte, ose të përballej. Dhe ajo zgjodhi të dytën. Ajo u afrua ngadalë. Sytë ju mbushën me lot, por nuk qau. Jo ende. Edhe unë kam jetuar gjithë jetën time, duke dashur të dija kush jam. Tani e di. Dhe kjo dhemb, por është e vërteta. Arbeni uli kokën. Nëse më pranon, unë dua të jem pjesë e jetës tënde nga sot. Pa të detyruar, pa të kërkuar gjë. Vetëm le të njihemi. Alesia e pa gjatë. Nuk premtoj asgjë, tha me sinqeritet. Jam shumë e ngatëruar. Kam nevojë për kohë. Por, ai ngriti syt. Por nuk do të iki, tha ajo. Arbeni qeshi me lot. Një buzëqeshje e vogël, e dridhur, por e sinqert. Ul në gjunjë para saj, jo nga dobësia, por nga falënderimi që s'mund ta mbante brenda. Faleminderit, tha ai, duke qeshur e qarë në të njëjtën kohë. Alesia ju afrua ngadalë dhe e përqafoi. Një përqafim i parë. Një përqafim që nuk ishte i lehtë, as i qetë, por ishte i vërtet. Ishte i tyre. Dhe kështu një prej plagëve më të mëdha të jetës së tyre u hap vetëm për të shëruar. Sepse dashuria, edhe kur vjen vonë, mbërrin pikërisht kur duhet.